Përshëndetje të dashur shikues. Mirë se erdhët në këtë video të veçantë ku do të zbulojmë sekretet e lashta të Feng Shui të kombinuara me psikologjinë moderne për të tërhequr bollëk, fat dhe energji pozitive në jetën tuaj. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Nëse ndjeni se paraja ju ikën nga duart, nëse ndjeni boshllëk energjik ose thjesht doni të rrisni vibrimin tuaj financiar dhe emocional, qëndroni deri në fund sepse sot do të mësoni saktësisht çfarë duhet të mbani me vete çdo ditë dhe çfarë duhet të hidhni menjëherë nga xhepat dhe çanta juaj. Pse funksionon kjo? Para se të hyjmë te lista, le të kuptojmë pse këto objekte të vogla kanë kaq shumë fuqi. Sipas Feng Shuit, çdo gjë që na rrethon është energji, qi. Çdo objekt që prek lëkurën tonë ose qëndron pranë trupit tonë për orë të tëra dërgon sinjale të vazhdueshme në fushën tonë energjetike. Psikologjia moderne e quan këtë priming, truri ynë i nëmbëldishëm i regjistron këto objekte dhe i interpreton si mesazhe. Unë jam i pasur, unë jam i sigurt, unë jam i hapur për bollëk ose përkundrazi, unë jam në borxh, unë jam i thyrë, unë jam i bllokuar. Sot do të mësojmë si t'i dërgojmë mesazhet e duhura. Pjesa 1. 3 objektet që duhet të mbajni gjithmonë me vete. 1. Objekti i vogël metalik. Në vendin e parë dhe ndoshta më të rëndësishmin, kemi një objekt të vogël metalik. Pse metalik? Në Feng Shui, elementi metal përfaqëson qartësinë mendore, strukturën, disiplinën dhe mbajtjen e pasurisë. Ja përse është kaq i fuqishëm. Metali ushin elementin ujë në ciklin e 5 elementeve. Uji është simboli klasik i paras, sepse paraja rrjedh. Kur kemi metal pranë trupit, i japim energji ujit të brendshëm dhe i themi universit, unë e mbaj pasurinë time, nuk e lë të ikë. Psikologjikisht, prekja e metalit na tokëzon ul ankthin, na bën të ndihemi më të sigurt dhe të organizuar. Çfarë mund të mbani? 6 monedha kineze të lidhura me shirita të kuq, klasike absolute. Një monedhë të vjetër argjendi ose ari. Një byzylyk të hollë ari ose argjend. Edhe një mbajtëse qelsash prej metalit të rëndë dhe cilësor. Unë personalisht mbaj gjithmonë 3 monedha të lidhura me shirit të kuq në çantë, dhe prej kur e bëra këtë, pagesat e papritura dhe mundësitë financiare kanë ardhur njëra pas tjetrës. 2. Objekti i rrumbullakët dhe reflektues. E dyta, një objekt i rrumbullakët dhe që reflekton dritën. Pse rrumbullakët? Rrethi është simboli i përsosmërisë, i unitetit dhe i ciklit të pafund. Nuk ka fillim dhe mbarim, ashtu siç duam të jetë rrjedha e paras dhe e fatit ton. Pse reflektues? Sipërfaqja që pasqyron vepron si mburoj bagua, devion energjinë negative, syrin e keq dhe mendimet negative të tjerëve. Në të njëjtën kohë na kujton çdo herë që e shohim, reflekton mbi veten, çfarë po tërheq unë aktualisht? Shembull perfekt. Një pasqyrë e vogël bagua, pa kornizë oktagonale nëse doni diskrete. Një varse të rrumbullakët prej kristali ose metali të lëmuar. Një monedhë shumë e pastër dhe që shkëlqen. Unë mbaj një pasqyrë të vogël në portofol, sa herë hap portofolin shoh fytyrën time dhe them mendërisht, unë reflektoj vetëm bollë. Është një ritual ditor 3 sekondësh që ka ndryshuar gjithçka. 3. Ngjyra e fuqishme. E treta, një objekt me ngjyrën e duhur. Ngjyrat janë frekuenca drite dhe trupi ynë i ndjen ato edhe kur nuk i shohim vazhdimisht. E kuqe, zjarri, ndes motivimin, pasionin dhe guximin për të marrë vendime të mëdha financiare. Perfekte nëse ndihesh i bllokuar. Jeshile, druri, rritje e qëndrueshme, shëndet dhe pasuri afatgjallë. Ideale për investitor dhe sipërmarrës. E bardhë ose ari, metal, qartësi absolute, prestigj dhe ruajtje e pasurisë ekzistuese. Unë rekomandoj të ndryshoni ngjyrën sipas fazës së jetës, e kuqe kur doni eksplozim, jeshile kur doni rritje të qëndrueshme, ari kur doni të mbroni atë që keni fituar.
Mund të jetë një shami e vogël, një gur në xhep, një peng, një byzylyk najloni, çdo gjë që prek lëkurën. Pjesa 2. 4 objektet që duhet t'i hidhni menjëherë. 1. Faturat e vjetra dhe dëftesat e borxheve. Tani le të kalojmë te ajo që na mban pas. Fatura, fletë pagesa të vjetra, kartat e kreditit me borxhe të mëdha, të gjitha këto në portofol janë helm energjetik. Pse? Sepse kur hapim portofolin, gjëja e parë që shen në vetdia është, këtu ka para që kanë ikur. Kjo I jep sinjal universit, më jep edhe më shumë fatura. Zgjidhja, hiqini të gjitha. Mbajini në një dosje në shtëpi ose digitalizojini. Portofoli duhet të përmbaj vetëm para, karta aktive dhe objekte bollku. Pas 3 javësh do të ndjeni ndryshimin. 2. Objektet e dëmtuara dhe të grisura. Portofoli I grisur, çanta me zinxhir të prishur, syzet e gërvishtura, telefoni me xham të qartë, të gjitha këto thonë një gjë, unë nuk e vlerësoj atë që kam. Dhe universi të jep më shumë nga e njëjta gjë, mos vlerësim. Unë kam pasur një portofol të grisur për 5 vjet. Sa po bleva një të ri lëkure, edhe I lirë, brenda 2 javësh mbylla një kontratë që ma mbuloj 20 herë çmimin. Nuk është rastësi. 3. Objektet që lidhen me pikëllim dhe të shkuarën. Fotot e ish partnerit që ju ka lënduar, unaza e gjyshes së ndjerë që e mbani çdo ditë në gisht, letra lamtumire, të gjitha këto janë spiranca emocionale. Ju mbajnë të lidhur me të shkuarën dhe bllokojnë energjinë e re. Ruajini kujtimet në një kuti të bukur në shtëpi. Lërini të pushojnë. Trupi juaj fizik duhet të jetë I lirë për të pritur të ardhmen. 4. Objektet e mprehta dhe agresive. Së fundmi, çdo gjë me majë të mprehtë, mbajtëse qelsash në formë thike, stoli me gjemba, varse në formë shigjete, këto krijojnë energji shaçi, energji sulmuese. Ju bëjnë të ndiheni në tension dhe presin lidhjet e mira me njerëzit dhe mundësitë. Zëvendësojini me forma të buta, të rrumbullakta, të lëmuara. Do të ndjeni menjëherë qetësi dhe njerëzit do të fillojnë t'ju afrohen më shumë. Përfundimi dhe thirrje për veprim. Tani ju dini saktësisht çfarë të mbani me vete dhe çfarë të hidhni. Filloni sonte. Nxirrni çantën, portofolin, xhepat dhe bëni pastrimin. Pastaj shtoni 3 objektet e bollëkut. Brenda 7-21 ditëve do të filloni të vini re ndryshime, pagesa të papritura, mundësi të reja, njerëz që duan t'ju ndihmojnë. Shkruani në komente, cilin objekt do të shtoni të parin dhe cilin do të hidhni menjëherë. Abonohuni, shtypni kambanën dhe ndani këtë video me dikë që ka nevojë për bollë. Ju falenderoj që ishit me mua. Ju uroj pasuri të pafundme, dashuri dhe harmoni. Shihemi në videon tjetër, ju mirëpres.